apeli im për këdo dhe për çdo qytetar qarkun e Vlorës është që të dalin masivisht të votojnë. Të votojnë kundër politikës së vjetër dhe për të hapur kapitullin e një politike të re. Një politike të re që ka në thelb vizionin dhe programin. Dhe asgjë tjetër përveç ambicjes për të kontribuar në komunitet atë që politika e vjetër nuk ka bërë dhe për një mundësi që edhe ne të japim diçka. Unë si kandidat për deputet në qarkun e Vlorës kërkoj mbështetjen tuaj me votë në 11 maj dhe jam shumë i bindur në dhe sepse në bazë të projekcioneve, në bazë të llogarive me lapse me letër, ne dalim fitues dhe ja dalim të çajim politikën e vjetër në këtë qark, por shumë e rëndësishme që politika e vjetër duhet të thyhet vetëm përmes jush që në mënyrë që të dilni dhe të votoni masivisht kundër tyre dhe për të hapur kapitullin për një vizion të ri dhe për një program të ri të rinjve dhe jo të njerëzve të ricikluar. Ajo që vlen është që vizioni që ne kemi është një vizion që i duhet qarkut të Vlorës, i duhet çdo votuesi për herë të parë, i duhet çdo votuesi për herë të dytë dhe çdo votuesi për herë të 10, çdo qytetari, për çdo fermer që kërkon produktin e vet ta shes në treg. Nga ana tjetër, çdo votues i parë ka arsye, 1001 arsye për të votuar për të çliruar nga ato dilemat e mëdha të jetës mbi vimësinë e jetës vet universitare. Ka 1001 arsye për të votuar një student, një prind. Përsimet e veta i shpenzon tek një investim i fëmijës vet në universitet. Nga ana tjetër, siç ishte ligji për rinin për shembull, ligji për rinin 75 fraksion 2019 që u rindryshua pak kohë më parë, asnjë muaj nuk ka dhe në një prej neneve të cilët u ndryshua ishte që të rinjt vuajnë nga eksperienca e tregut të punës dhe këtë ja japim ne me atë 3 mujorshin që do bëjnë këta tek kjo lloj administrate që është një administrate e shpartalluar nga të katra anët dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ajo që i nevojitet sot rinjve e kam thënë është që të kenë stazhe të paguara nga shteti në mënyrë që të krijohet edhe nga ana tjetër dhe përvoja në tregun e punës dhe që të ketë mundësi dhe akses pastaj për çdo të rritë të re. Nuk ka nevojë rinia që të ketë 3 muaj përvojë pune në administratë, në këto lloj administrate, pastaj të injektohet në kokë patronazhimi dhe pastaj të kthehet në një mjet prodhimi votash për Partinë Socialiste. Kjo nuk është normale në këtë fushat vihet me program, me vizion dhe me qasje të re. Duhet të votoni të rinjt, sepse është shumë e rëndësishme që kjo lloj situate të marrë fund.